Pamje të frikshme nga aksidenti përplasen 2 makina tek ureta Pizës, humbi jetën gruaja, policia jep detaje. Një aksident I rënd automobilistik u regjistrua mëngjesin e kësaj tente tek ureta Pizës në Krujë. Nga informacionet paraprake mësohet se 2 automjete janë përplasur me njëra tjetrën dhe si pasojë e aksidentit ka humbur jetën një grua. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 6 të mëngjesit edhe pse ndërhyrja e ambulancës ka qenë e menjëhershme, ndihma ka rezultuar e kot pasi e moshuara, identiteti së cilës ende nuk është bërë I ditur për shkak se nuk ka qenë e pajisur me dokument, identifikimi ka ndruar jetë në vend. Policia ka ndaluar 2 drejtuesit e mjeteve të përfshira në këtë aksident, të cilët po merren në pyetje nga autoritetet për të zbardhur plotësisht dinamikën e ngjarjes. Njoftimi I policisë. Krujë, informacion paraprak. Rreth orës 6:10 në Tapiz, automjeti me drejtues shtetasin VZ 33 vjeç është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin LM 69 vjeç. Sipas së përplasjes ka humbur jetën 69 vjeçaria, ndërkohë shtetasi VZ është shoqëruar në komisariat për veprime të mëtejshme. Grupi jetimor ndodhet në vend ngjarje dhe po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.